Miqtë e gazetës në fokus dhe televizionit Dugagjini. Jemi me podcastin e radhës, e kësaj here kam kënaqësinë me pas musafir, të ftun, një mik timin dhe një gazetar shumë të mirë. Ndoshta prej pak gazetarëve që me punën e tina, me hulumtimet e tina, ka bë edhe ka ngrit debatet shumëta rreth temës më të rëndësishme, e ndoshta asajna që ka dyshimi më i madh për vjedhje korrupsion, e që i ka kushtu qytetarëve të Republikës të Kosovës, që është marrë me hulumtimet e sektorit të energjisë elektrike. Punë të cilën e kemi bërë me vite në gazeta, po çdo ditë më shumë këto hulumtime po duken sikur po janë të pamundshme, ose që nuk po i kanë përkushtimin e duhur gazetarëve. Agon mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën, kënaqësi. E di që për tënë ti me dalë kështu në për televizione, po me gjithat kemi insistu këtë Kohët fundit kom fillu ka pak me dalë, kështu që ke kënaqësi me pranu ftesën. Agon kesh ty thonë që ndoshta këto hulumtimet që na kanë marrë me javë me muj, janë me të pakta. Jemi t'ju mundu, ndoshta ju për mi bon lavdata tash njëri tjetrit këtu, po edhe një fokus edhe të buletini ekonomik. Po e majmë që atë traditën ndoshta atë gazeta, edhe të asajna që jemi mësu me bon si punë. Ku te e hulumton për një javë, 2 javë, këshirë konfirmu 2-3 burime, aja që quhet gazetari je mirëfillt. E ndoshta që nuk është kjo gazetaria ma lehtë, ku te e merr një deklarat, ose merresh me këto protokollet ditore, me këto deklaratat, kush kanë peshane për fyt. Na që jemi mësu që jemi në ndërtim, po thonë që kemi fillu karrierën në gazetë, kështu edhe për i të kalume, se kemi pas një farë rezistencë pak me pranu qëtë kohën e gazetarisë online, për shkak se gazetarin që e kemi bu në gazetë, që aty bazat ku i kemi marrë, edhe për i redaktorëve me përvoj atëherë, mënyra që është bu gazetaria, po thonë nështë para vitit 2011, që ajo është koha kur kemi dalë si media online, ka dallime bukur të mëdha, kjo vjen për shkak të shumë arsyeve. Njëna prej tyre është ndrimi pak i modelit të bëmit gazetari që e ka imponu epoka digjitale. Ma shumë se sa ka ardhur kjo që ndryshim prej vetë mediave, ka ardhur për shkak edhe të një imponimi që ka ardhur prej faktit që tash kemi dalë në platforma online, edhe ndryshimeve që i kam imponu kjo, që është njëna është shpejtësia. Ndoshta edhe mënyra më e lehtë edhe e qytetarit, lexuesit që tash po lyp më shumë e ka informuar që aty për momentin me 2-3 sekonda. E vërtet, shpejtësia e lajmeve pak, pastaj audienca, edhe shumë arsye. Edhe mendoj që kjo pak e ka gazetaria online e ka pas një impakt negativ tek cilësia e mbulimit. Nashta rrjetet sociale. Po rrjetet sociale, po më fal. Po rrjetet sociale kanë pas një impakt tek cilësia e mbulimit gazetares, sidomos tek pjesa, po them tek pjesa e mbulueshmërisë për disa sektorë që janë shumë të rëndësishëm, që e përmenda sektorin e energjisë. Për shkak se mendoj që ka humb pak fokusit. Te din kur jemi kohë në gazeta, ta zëm redaksia e ekonomisë ka qenë redaksia e ndame, madje edhe fizikisht ka qenë brenda mediumit. I ke pas, e ke di që gazetarët më të paguën, gazetarët që kanë marrë ballinën brenda mediumit i ke pas dikun minimalisht secili medium i ka pas dikun deri në 5 gazetar të ekonomisë. Në zëri jemi kon 6 një periudhë. Po, domethënë unë e di atëherë në Ekspres kemi qenë katër. Përveç jemi kanë ndalë me sektore, ekonomia, politika, kultura, sporti, madje edhe mbrana aty, dikush ka përcjell ndërmarrje publike, dikush biznesi, dikush banka. Domethënë edhe brenda redaksisë të ekonomisë ka pas gazetar të profilizuar, ta zëm unë e di që e përcjell çfarë atë ku më shumë Kekun. Nuk është s'kom përcjell edhe segmente tjera, po domethënë ka pas, edhe është shumë e rëndësishme që kjo se tash vim te profilizimi. Domethënë që kjo që po them ndoshta që ku kanë ndikuar që kjo pak aspekti negativ, është profilizimi. Janë disa sektorë ekonomik që janë shumë specifik, që kërkon shumë mund, shumë punë për mi zbërthy. Edhe pa profilizim unë mendoj që është problematike. Edhe që kjo koha rrjeteve sociale që e përmendë pak nuk është tu e mbështet
që të gazetarit profilizume, gazetarë që janë të profilizume dhe që e ndjek një sektor, e ndjek... Rrjetet sociale, algoritmat e kanë dëmtu mas shumë të këtë pjesë, për shkak se algoritmat mas shumë i dhonë hapësirë dhe sena kote që janë, që mund me kanë edhe fani edhe tragedi edhe gjëra tjera. Ato mund të sjellin lexueshmëri më të madhe, është vërtet që sjellin... Po kjo është edhe kërkesa e njerëzve, ndoshta më shumë më e madhe. Po problemi është që kështu që e thash që kanë metë disa sektorë, mendoj pa një mbulueshmëri sistematike, po them, se që për shembull nëse marrim sektorin e energjisë, ti ke mujt me vrejt që zakonisht në media për sektorin e energjisë flitet veç kur vjen koha prilli, koha kur bëhet shqyrtimi i kostove, dhe do të thotë shkojmë krejt gazetarët në ato konferenca që i ka zërreja dhe presim apo shtrejtohet apo nuk shtrejtohet energjia elektrike, po është problematike kjo pak për shkak se do të ishte shumë e rëndësishme, se po flasim për një sektor shumë të rëndësishëm, do të ishte shumë e rëndësishme sikur sektori i energjisë të kishte gazetarë që e përcjellin gjatë tërë vitit këtë sektor. Gon, pashmangshëm se duhet me gjetë kritike dhe mrena këtij profesionit tonë. Pa dashur me etiketu, po ndoshta që kur është nis Infokusi është prej 2-3 media të para online. Edhe atëherë na kemi bërë sikur gazetat. Jo domosdoshmërisht e ka imponu media online që tonë, se media online e ka fillimet e veta, në fillime, po. Po, na për 5-6 vite rallëzi e kemi marrë si gazetë. Po. Hullëm tema, i qetë 7 tema dhe tema ndite, që sa mund me mri gazetarët. Kur ka hinë që kjo lufta e media, konkurencës, që me qitë, si me thomi, mbulu këtë sektorët, pej kanagjeqave deri të temat për diplomacie, për politikën e jashtme, mandej që kjo e ka dëmtu për shkak se kemi shku se me thotë të e zellë mënyrën më të lehtë bonit gazetari. Për këthem, eventualisht ndodhi një aksident, ndodhi kjo, rreshje shiu, vërshime, apo dhe qëto që nështë nuk dojnë shumë mund, në ato që quhet profesion. E qaja që është, se me thonë, vlera ma e modhe e gazetarëve. Tash të e njek që trendin e vizitave, klikimeve, kush po bën mas shumëti, kush po mrin mi bon 200.000, 300.000 në ndite, mandej kemi shkuar si media, si gazetar, të e njek ndoshta që trendin ma të ri. Sot, çdo ditë më pak, po shohim gazetarë që ndoshta e mojnë konstant, e përmend punën e Kekut, na nuk kemi shkruajt veç kur u arrestu drejtori i Kekut. Ti e di na për çdo muj, çdo tender, çdo dyshim për korrupsion, na kemi raportu të në kohët. Edhe te ke pas një periudhë ku media tjera asnjë nuk hynë marrë. Me ta. Si me thonë, tash ka hupë edhe qenë, nëse për të para e hullumteshe një temë, që tema ndej e majshe 1 javë, 2 javë, 3 javë, edhe diskutojke rreth qasaj teme, e përfundojke deri në do e time, sot sikur me thonë një punë 2-3 mujore, e ka efektin për një gjysore, 1 orë, 2 orë, edhe mbulohet me 200-300 lajme koti mandej që nuk e kanë peshën e vetë. Në qëtë mes, mediat a e kanë huq, a kanë rënë në ndikimin e rrjeteve sociale, edhe trendit që ka bëdën audienca, edhe a kemi shku të hek dorë ka pak prej qëtyne qësaj gazetarist, mirëfillt, hullumtime, qëtyne që na i kemi bo për vite me radhë, që është obligimi si të gazetarë. Kanë ra, po jo domosdo me fajnë e tyne. Se unë thash ma heret, epoka digitale, dalit online, platforma online, e ka imponu edhe mënyrën e financimit të medjave. Kanë ndruaj edhe ai marketingu tradicional, po themi që ka qenë. Do me thonë, ka ndiku nështë edhe për faktin që ka ndiku dhe të mënyra financimit. Po, që ka ndiku një aspekt shumë, ka të bëjë me organizimin e brendshëm të medjave, edhe profilizimin e redaksive. Ka ndodhë, unë mendoj që kur kemi dalë online, ka ndodhë një farë shthurje që ti organizimi, që ka qenë një organizim shumë i mirëfillt, kur kemi qenë gazetash. Do me thonë, edhe nëse muj me thonë gazetarët sot, nga gazetarët sot pak kanë shku ma shumë ka generalizimi. Do me thonë, duke mundu ndoshta mi prek të gjitha nga pak, po edhe asgjë. Se kur mundosh mi bo të gjitha, përfundon ndoshta të mos me bo asgjë. Do me thonë, kanë ndiku të që kjo nga gazetarët profilizum që kemi qenë,
kur kemi qenë gazeta, kemi shku pak ka generalizimin. Një aspekt tjetër që është i rëndësishëm, që lidhet me organizimin brenda medjave, që ka të bëjë me nivelin e hierarkisë e të politikave redaktoriale. Pe kryeredaktorit, redaktor, po. Ti e din kur kemi bën një shkrim në gazetë, përmendi këtu redaktorin të ndjerin Ibrën, do thotë kur e ke boti një shkrim në gazetë, ja ke qit Ibrës për redaktim, e din çfarë filtra ka kalu artikulli. Ka pas raste që tu ka kthy 2-3 herë, mund kujtohet një herë. Unë kam pas fatin me pas redaktor për një periudhë gjatën që u kanë prej Toni ose redaktorë më të mirë që me gjatën edhe 3-14 vjet provoj punë Ibrahim si Rexhepi redaktor në sektorin ekonomisë. Ibrahim Rexhepi po ashtu. Pajtohemi të gjithë që na krejt kemi dalë prej tyne. Ibrahim Rexhepi edhe Mehmet Gjata, unë mendoj që janë dy gazetarë që i kanë vendosur bazat e gazetarisë ekonomike në Kosovë. Për shkak edhe të faktit që kanë qenë në rilindje atëherë për vojën, po për shkak se kanë pasur që na kemi përfituar shumë prej përvojës tyne, ndoshta që kanë mund kujtohet një përvojë, ndoshta mendos është interesant edhe për publikun, po edhe për kolegët të ri. Kështu më kujtohet një artikull me Ibran, kështu kur e kryva artikullin, edhe ja dërgova për redaktim, i kisha në artikull 3 burime. Atëherë kam qenë fillimet e mia si gazetar, edhe ma pat kthy artikullin, edhe tha dush mi marr tha diku deri 8 burime. Imagjinoja. Është një standard në gazetari. Asa do mi pas 8 i ndon 8 lajme. Po da, do të thonë, ai standard në gazetari është 3 burime, kështu, po do të din 8 burime. Ma vonë në Ibrën e kum bë mek edhe më pa tregu që çka bën redaktori i mirë, tha këta kum bë më shumë për shkak që ti më e kuptu se në fillimet tua si gazetar sa është e rëndësishme mi mbështet kulumtimet e artikujt në fakte. Edhe në shumë burime, se kjo puna e të vërtetës është ka njerë shumë problematike. Ti e din që ka plot burime që na ofrohen në rast të caktuar edhe me tendenca. A disa koha na shkon ka njerë veç me i verifiku burimet, a janë burimet të vërteta dhe jo çdo informatë ka qëllimin e informimit drejt. Jo çdo burim ndoshta e ka interesin publik parazitash. Na si gazetare kemi interesin publik, edhe neve duhet me i shoshit. Po them që është shumë e rëndësishme që kjo hierarkia brenda medjave. Edhe e din edhe redaktorët përgjegjës, a di çfarë rëndësie kanë pas. Redaktori i përgjegjës, do të thotë përveç të e ke pas redaktorin brenda redaksisë të ekonomisë. Për ekonomi, tani ka shkuar edhe redaktori i përgjegjës, por pastaj artikuli ka shkuar edhe te kryeredaktor, ku u mbledh ke shpesh edhe një kolegjium. Gazeta madje ka pas edhe lektorët, po lektorët, po u mbledh ke kanë një kolegjium aty që më vendos titullin. Saktë. Imagjinoj, domethënë ka pas raste deri në orë, janë mbledh aty gjithë mediumit që më vendosim një titull. Çfarë rëndësi ju ka kushtu. Që kjo po them që ky organizim është thurr pasi kemi dalë online edhe mendoj që nuk kemi çare pa u kthy. Unë kuptoj që na nuk kemi sot tu funksionuar si në kohën e gazetave, po është tepër e rëndësishme, a dini edhe pse është zënë e rëndësishme. Për shkak se na secili kemi filluar dikur gazetarin, kur kemi qenë tri. Edhe ti e din kur kemi filluar si praktikant, sa rëndësishme është në mediumin ku shkon që me të orientu. Se jenë fillimet e tua, sa i rëndësishëm është redaktori. Qita diskutoj shpesh, Agan, që nështë najna ka gjenerat në fat që redaktorët jënë ka tamam si pedagog që jënë marrë me ty edhe nuk ka mujt një shkrimi joti, nuk ka mujt me shku deri te lexuesi, pa kaluar në këto 2-3 dur që është secili prej tyre ka pas minimumi 10-15 vjet, 20 vjet provoj punë. Sot që ky model i gazetarisë nuk është ty kriju ose nuk o të mujt me kriju që si gazetar. A di nëzër ku është një rrezik, unë kështu më falë që po të ndërprej. Po, patjetër. Se ndoshta e harroj çfarë, besoj që është e rëndësishme me thonë. Tek gjenerata e gazetarëve vjetër, që përmendëm Ibrën edhe Gjatën, se po flasim më shumë për gazetari ekonomike, pa dashur me se ka shumë gazetarë të fushave tjera që janë shumë të mirë po ashtu. Pasi do që kanë një redaktor më mirë, që është apo ka pas një shkollë këtë veçantë të gazetarisë, pak më tashpër, pak më tash e përmendëm Ibrën edhe Gjatën që vinë nga rilindja dhe pas luftës këta të dy të kanë bartë. E kanë barë qatë përvojën, kanë barë të gazetarët, gjenerata e parë e gazetarëve, që është Astriti edhe plot tjerë,
e kanë bërë përvojën. Tani që transferimi i një gazetari jemi e pak ma... një pjesë e gazetarëve, ti e pak ma herët se unë, jemi një pjesë e gazetarëve që kemi fillu të 2008-2009. 2002 ne kam fillu. Po, si me thonë, gjenerata e mesme tash, e gazetarëve, po thëmë, pas luftës që na kanë bërë përvojën, përveç i bërë se këtyne, po dhe gazetarët si Astriti dhe të tjere. Tash, çka ka ndodhur me online, domethënë se është shumë e rëndësishme bartja e përvojës. Me kalu të trit, të gjeneratat e ardhshme që kanë me pas rolin ma vonë kryesor. Çka ka ndodhur kur kemi dalë në gazetarinë online, kom frikë që është bo një farë prerje e qësaj e kalimit të përvojës. Domethënë është dëmtu pak që kjo për shkak tash ndrimit të modelit. Se është shumë e rëndësishme gazetarë të ri që hynë në treg. Padyshim që është shumë e rëndësishme aspekti teorik, fakultet gazetarisë, po tash të bëmi kështu, të thojmë kështu direkt, gazetaria është profesion që nuk mjafton veç teoria. Ti din, domethënë kur hyn në procese se kanë herë tash publiku e sheh vetëm hulumtimin edhe artikullin, po puna që bëhet më atë ditë që rezultati është shumë e madhe. Kërkon shumë mund, po dhe shumë përvojë për më marrë detin një hulumtim për me zbërthy, edhe që me koni sakt. Tash, është e rëndësishme, po thëmë, unë një rrezik e shoh që të gazetarët e ri kom frikë që për shkak që ti që organizimi, edhe për shkak që ti defokusimi të medjave, po kom frikë që nuk e di a ka kaluar që kjo përvoja të gjeneratat të matreja. Që e kam përveç aspektin financiar, se dhe këtu dojmë nëllë që ka ndikim, që kjo ndryshimi, transformimi madhe i qësoj media, qësoj që nështë na nuk pejna shumë të knoqën, e që ndoshta e ka shëndru gazetarin ose këtë profesion fisnik tashmo edhe kritik ndaj qytetarit, pavarësisht që ti krejtësisht në shërbim tina. Që kjo shtylla demokracisë mes pushteteve edhe publikut, ku ti punon për interesin e publikut. Ku që kjo, si me tha publiku, qytetari, e ka një farë kujdestarit vetin, median edhe gazetarët. Tash që kjo, përveç aspektit financiar, unë e menoj që u shaktu dami madh edhe qësoj devlerësimit që ju ka bon, qësoj kritikës që ju ka bon. Nuk ka mo entuziasm, ndaj media, ndaj gazetarëve, që po munona me përshkru kështu se s'pëgjoj fjallë me artikulu. Edhe nga pushtetet, kritikë që ka bolë nga pushtetet. Një prej motive më të mëdha që na ka marrë neve gazetarë, që na marrën edhe sot, u konë qaj entuziazmin media, kur e ke kap një skandal, kur e ke bo një hulumtim, kur ti e ke nxjerrë një artikull shumë fort, kur ka pas qasi impakti, kur ka pas reagim të shoqërisë civile, kur ka pas ju në aktivizu mekanizma tjerë shtetit, hetimet tani. Efekti ka qenë shumë i madh. Sot, që kjo satisfaksioni më i madh shpirdor që e merr gazetari. Dhe që kjo vlera më e madhe. Që kjo është qaja që e shtyn një gazetar për ndoshta me qenë besnik ndaj qëti profesioni fisnik. Kjo është tepër e rëndësishme. Sot që kjo ka ra, edhe sot e kini farë entuziazmi shumë më të madh, influencer, tiktoker, që si që dojnë si me thonë, me kanë ndjekur me pas audiencë më të madhe. Për mu, unë e kom thonë 100 herë, për mu ma e mirë ka një gazetari nashta kur më kanë lexu veç 70.000, 10.000 vetë, sësa sot kur mujnë me lexu 80.000, 100.000 vetë, e pjesat ma e madhe e tyne, ma shumë hinë me po fotografi ose lexojnë veç titullin, sësa nështë që këshyrin për mbajtjen, ose ka një tendencë politike, ose ka një tendencë ku nuk, se me thonë, nuk ta bojnë gjykimin real, me po ka fakte, me ka kritik besa. Se me thonë, publiku median edhe i vidison. Se me thonë, nëse një media spekulan, një media nxjerr pa vërteta, tani është publiku. Sot do më është që kjo hallakame dhe që kjo është domi më i madh që ka bën gazetarisë. Që kjo që është mohat prej, Për shkak se kemi kaluar në një gazetari ku e merr gazetar të ri, hen që aty qëtë shkrimi copy paste, merë, do më po duhet me ka veç entuziast personalisht. Për mend i kesh me një prezantim që e pata në organizimi KMSHK-s që ke, edhe kisha për gazetari ekonomike. Kështu aty kënë student të gazetarisë, edhe në audiencë. Edhe mas e kryva prezantimin, një student u që me bu një pyetje, tha, po më falë, tha, nuk po jo një. Edhe, thash, krejt është në regull, tha, s'pjona, tha, se si kum pa, tha, me veda. Si kum pa kështu, se une te din që une kryesisht jem gazetar të shkrimi, ma shumë kështu. Tash,
Kjo është pyetja e tij shumë në rregull për kohën në cilën po vegjetojmë, në kohën që po bëjmë gazetari ku aspekti vizual dhe dalja e kështu është shumë e rëndësishme, po në anën tjetër është pak edhe simptomatike. A din pse se gazetarët e ri që hynë në treg, ata normalisht këshyrin edhe modele të gazetarëve me të cilët dojnë edhe mu identifiku, po edhe dojnë ndoshta me ndjek qatë model, se edhe na i kemi pas do modele të gazetarëve që kemi thonë du mu bo sikur ky, kur jenë fillimet tua si gazetar. Tash, a di pse është rëndësishme edhe aty kur ju përgjigja kolegut të ri. Thash po, është rëndësishme, thash, nuk përmoj që është me dalë si video, thash, po nuk është gazetaria veç video. Veç me dalën video edhe që përmendë që është në influencera ose kështu që tash e shfrytëzojnë kryesisht rrjetet sociale. Kur nuk jemi lënë gazeta, apo na nje dikush me emrin ajo se ka dalë në fund që aty edhe shpesh herë që në iniciale. Po impakti që ti e ki në... Po, ajo që ka duhet më ju thonë edhe gjeneratave të reja është që gazetaria është profesion shumë ma kompleks se sa me dalë, veç me dalë në video. Është për me mri pej që ati momentumit kur ti fillon në gazetari. Për më ardhë deri të qaj momenti nga pika A, B, ku ti krijon një farë përvoje, këtë profesion, është shumë sfiduse. Ka shumë sfida se nuk është proces i lehtë. Edhe që kjo përvoja në këtë profesion krijohet vetëm pasi ke kalu disa vite të u ballafaqu me shumë tekste, me shumë ulumtime, se do të flasim ndoshta ma vonë edhe për rëndësinë e krijimit të burimeve të besueshme për gazetarët sa është element i rëndësishëm, e që edhe këtu unë mendoj që janë do probleme për shkak se që kjo mënyrë të bëmit gazetari pak po na imponon me najt shumë zyre. Unë mendoj që gazetarët e ri sidomos duhet sa më shumë të dalë prej zyres, me dalë në terren, me kriju kontakte me Gazetarin e mirë bojnë veç burimet, sa ka burime, sa ka informacion. Absolutisht me kërku, po edhe investimin burime, me investimin kohë të burimet, me kriju burimet të besueshme me të cilat, sepse në kretë institucionet ka njerëz të mirë që dojnë mi ekspozu të këqijat që ndodhin në për institucionet. Ai dënë me kriju kontakt. Ai dënë me kriju një kontakt të lojalitetit, të besimit, sepse është jo etike ti mi dëmtu burimet edhe nuk duhet. Gazetarit duhet me investu edhe në atë pjesë edhe kjo bëhet vetëm nga terreni, edhe nëse ti i kushton kohë. Edhe mu kthy të ajo që the është profesion fisnik, padyshim edhe është profesion me mision, unë mendoj që është shumë rëndësishme motivimi. Motivimi i gazetarëve që kur hynën në këtë profesion, nëse e ki vetëm si një vend pune, nëse e percepton gazetarin vetëm si një vend pune, unë mendoj që është shumë problem. Sinqerisht. Është profesion që me këshyrë kështu... Me pak mos më pëlqen edhe si e personalizojnë. Po me këshyrë kështu pak edhe... Profesioni i gazetarisë nuk të marrë, si me thonë, individi ose gazetari me ka emni, a i madhi... Gazetaria është një farë aktivizmi. Sakt. Nuk është veç, që është me thonë një farë... Ndikimi, kontributi që ti e për një... Kontributi jotë për shoqëri. Përmes zbulimit qoftë të aferave të ndryshme të... Qoftë parandalimit. Qoftë parandalimit ose informimit të saktë opinionit, është, po thëmë, profesion kështu. Po, çka është tjetër rëndësishme, po thëmë që lidhet pak edhe me këto, kjo nuk o bu me se tash kanë herë kur kritikohen mediat tash partive që janë në pushtet e kështu dhe ju konvenon kjo, që është me thonë me hedhë gurë. Kanë investu shumë edhe kanë investu me hedhë gurë në media, por unë e thashtë dhe ma herët në situatën që jemi, se nuk është që jenë veç mediat. Këtë segmentet tjera, na po flasim sot për mediat, se vim për qëtu, po nuk është që jenë këto segmentet tjera, so që jenë të bufet këto tjera, të ta zëmë politika. Që a kipa kur na kritikon politika, partit në pushtet, kur na kritikojnë, thuti që ata kanë bo fet krejt atje. Po thëmë na jemi, mediat janë pjesë të kësaj shoqënie, që është edhe politika, se edhe që kjo është një farë, edhe që kjo është një narrativ që ju konvenon pushteteve, kur po mundohen që krejt edhe këtu dështimet e veta, me i kanalizu duke i fajsu mediat. Më thënë që është një dëm që po i bëhet mediave
edhe po I bëhet në fakt që dam pi bëhet shoqënisë, pi bëhet vetë tyne. Po jo për shoqënisë, na mediat janë shërbim shoqënisë. Ta zëm që ke parti që është në pushtet, që shtash nat e ditë punon me hell balt mbi media, me hub kredibilitetin, besueshmërinë e tyne, nesër ka me qenë në opozitë. Edhe është vetëm ja derë kanë qenë diku në opozitë që kanë pas bashkëpunim shumë të mirë me media. Aleatin kryesor për me rri dete publiku e kanë konsideruar median. Qore, a diku medium kur flasim sot për mediat, qoftë kur flet politika. Po s'po mrrin me kuptuar ose segmente tjera nuk mundet me u ndërtu do të me kuptuar një gjë që problemi sot në media është ka shumë arsye për gjendjen në cilën janë mediat, sa nuk është veç një aspekt. Ta zëm një aspekt është, unë thash, nuk janë veç rrjetet sociale, nuk është çështja rrjeteve sociale është fenomen sulmet që vinë te pushtetit, çështja është rrjeteve sociale, kur flasim të thash ato që u dëmtu pak cilësia e bulimit gazetares për shkak të modelit që kemi dhënë online, kjo është fenomen global. Po, global. Nuk është çështja e dezinformimit, çrregullimit informativ, këto që quhen, këto janë fenomen global, nuk janë veç të na. Edhe kjo vjen për shkak të modelit edhe faktit që sot gazetaria funksionon kryesisht online. Domethënë, nuk është kjo veç problemi I mediave në Kosovë, dhe tash kur bëhet kritika ndaj mediave duhet me qenë parasysh këto. Tjetra është, që e folëm edhe më herët. Çështja mendoj që abuzohet edhe në një aspekt tjetër me çështjen e financimit të mediave. Unë mendoj që duhet mu bëni debat konstruktiv për çështjen e financimit të mediave, se në anën tjetër ti ekip politike që vazhdimisht thojnë kur dalin edhe flasin kështu, media shtylla e katërt, media është shumë e demokracisë, është shumë e rëndësishme, por kur vjen te pjesa e çështjes së financimit dhe qëndrueshmërisë financiare të mediave hedhin balt. Nuk ka asnjë mekanizëm të cilën shteti e financon median, por njëkohësisht edhe sulmon mediat që këta po financojnë për biznes. Në anën tjetër thotë mediat janë shumë të rëndësishme, se shtylla e katërt e demokracisë, pastaj në anën tjetër kënaqë thotë që ju po financohi, ose domethënë që janë kontradikta këto. Edhe në këtë pikë, edhe të çështja e qëndrueshmërisë financiare, mendoj që nëse e kanë për një mend të gjitha këteret, këtu edhe politika, duhet mu zhvillu një debat konstruktiv. Edhe me thonë, hajde cila ku ka që mënyra e pranueshme e financimit të mediave, me që po thoni që janë shumë të rëndësishëm, si shtylla. Burimi vetëm është marketingu, edhe në këtë pikë sulmojnë. Po çka po du me thonë që është kritika që bëhet ndaj mediave, jo vetëm nga politika, po edhe shpesh tash kemi pa edhe të rrjetet sociale edhe nga lexues. Ka raste edhe deri në linçim të gazetarëve, është po përgjegjësinë këtu më të madhe ka politika. Politika, partia në pushtet. Partia në pushtet, cila do kuft ajo. Sot është kjo aktualja. Edhe kjo menoj që qytetari është I manipuluar në këtë aspekt. Se është po partia në pushtet e ka përgjegjësinë më të madhe kur bën vlerësime dhe kritika ndaj mediave për shkak se ka një masë atë që ka një masë të madhe që e mbështet edhe ti mundesh me I cyt mbështet si tu ndaj gazetarëve. Për shta kanë edhe përgjegjësinë më të madhe dhe na I kemi pa dhe në raportet ndërkombëtare për lirinë e mediave, është kritikuar në vazhdimsi gjuha e eksponentëve të partisë aktuale në pushtet ndaj mediave që vërtet ka qenë kurse ke besu që mundën me degradu në disa raste ka qenë gjuhë e pa precedent. Tash na nuk kemi për mi mbulu problemet, ka probleme. Ose që kanë pru punën partia në pushtet që neve më na bë pal të qytetari. Si me thonë, na jena pushteti e këta jenë, apo kupton, është ballafaqohen edhe me media, për kur kanë orë në pushtet, thuti që jenë me opozitën. Apo në kuptimin, parti politike tash ka shtin thes edhe mediat, para qytetarit, në mënyrë pa drejt, në mënyrë shumë të poshtër. Se e dëmton tani edhe zhvlerëson kritikën, që është shumë e rëndësishme, sepse a di që ka është po të me hub besueshmërinë. Se kom qenë edhe pjesë edhe me një panel të çështja e besueshmërisë, pse ka ra besueshmëria, dhe unë mendoj që njëna për arsye pse ka ra besueshmëria e mediave lidhet edhe me që gjuhën po thonë pa precedent të pushtetit ndaj media, për shkak se thash, këta e kanë përgjegjësinë shumë më të madhe kur flasin. Tash, ku e shohën një rrezik këtu xhen? Nëse ta po të pyetje tjetër, ku e shohën një rrezik këtu është që e shohën një rrezik për shkak se unë besoj
padashtë me zhvlerësu edhe akter tjerë që kërkojnë llogaridhënie që është shoqënia civile, po edhe segmente tjera të shoqënisë. Unë mendoj që ajo që kemi pa në vitet e fundit, edhe në të kalumin, edhe të qeverit para kësaj, transparenca, llogaridhënia kryesisht vjen prej mediave. Domethënë, kjo vjen edhe për shkak të rolit që kanë se mediat janë në front. Që më thonë, janë në vazhdimsi në front, janë që aty të tenderat, çështën ka bën çto, çështën ka shpenzon paraja publike, ekspozimi i aferave korruptive dhe kështu. Duke qenë se ka një rol, sidomos në Kosovë, një rol goxha mbisupe, bile shpesh unë mendoj që mediat e marrin përsipër dhe ndoshta edhe kritikën që ndoshta duhet me bëu dhe shoqënia civile, se tash padasht kështu na po jemi kështu, kujdestar të kritika tash të shoqënia civile ka shumë arsye se tash kemi kohë këtu krejt, po zbe pak. Edhe ti din që para 10 vjet ose 15 shoqënia civile ka qenë krah për krah me mediat. Kanë shtyllat kryesore që po na shumë tema I kemi marrë prej shoqënisë civile dhe ka pas ana sjellta, shumë tema që ka nis media, mandej kanë zbuluar edhe afera raportet shoqënisë civile që ose çdo institucion që nuk ka qenë transparent, më njëherë ka reaguar shoqëria civile, ka lyp transparencë për shkak se është e garantuar me edhe tash për me dal duke pasur që të rol të rëndësishëm mediat në Kosovë në kërkimin e llogaridhënies, transparencës, edhe të pasur to kom frikë që jemi ka vime një kohë kur për shkak që tyne kritikave që bon mas madhe të pamatuna. Kështu po vime një kohë kur pastaj kushdo që do t'jetë në pushtet, ka me pas shumë ma qeni papërgjegjshëm ndaj këtyne shtylla demokracisë e obligime ligjore që I ka në raport me ka me qeni shumë ma papërgjegjshëm edhe krejt aferat edhe krejt to që kanë mi bo, thjesht duhet ka me mjaftu me dal me nesër me deklaratë dhe me thonë liebre se këta po shpifin. Edhe sepse ti bjen besueshmëria. Edhe çto e shoh një rrezik edhe kanë herë dyshoj që kjo botë edhe pak edhe qëllimisht. Domethënë botë edhe qëllimisht që me zhvlerësu, me pru besimin të media deri në një nivel ku mendoj që edhe tani me kjo është na fat gjatë shqetësimi jam është që na jemi të ndërtuar një shoqëri të verbër, e cila besimin e krijon blanko ndaj pushtetarëve. Kjo është e drejtë, kjo është demokraci, ku ti ja beson shtetin edhe menaxhimin e financave publike dhe këtë segmente tjera, një subjekti politik, një grupacioni politik. Mirë, po kur që kjo shndrohet në një besim kështu të verbër, ku tash këta I kemi quna aty, këta nuk keq përdorin, nuk vjedhin edhe te ki që të pjesë besimit, tani që kjo shndrohet tani si më thon publik qytetari, votuesi, tani po më krijohet përshtypja sikur pja jep që të mundësi se secili që të vjen pushtet me vjedhë dhe edhe me pas alibin. Për shkak se na nuk po mrina me ndërtu një shoqëri e cila reagon. Nëse na jemi të akuzu ato partitë tjera dhe kemi qenë shpellë sot hala, edhe mas 6 vite pushtet të vetvendosit, po thojmë ata kanë vjedh, njerëz nuk po nalen me këshyrë dhe me lyp llogari që tyne njerëzve që janë sot në pushtet, që ja kena fal besimin. Po nashta duhet me kaluar 10 vjet, e tani më kthy me thonë këta kanë vjedh për një 20 vjet. A kupton? Ja, domethënë apo ndërtojnë një shtet ku secillit jepet radha me vjedh një 15 vjet tani 20 vjet, tani me akuzuar një 10 vjet tjetër. A diku e vren zën mas shumti që të simptomen çto çka po folim deri tash, që të uljen e besueshmërisë të mediat e kështu. Në anën tjetër ti sheh shpesh për nga po të vjen kritika, po them edhe nëse merresh edhe me emrat përveçëm. Shpesh ti sheh njerëz që janë të përfshirë në afera, në afera të dyshuar në afera që dalin edhe majnë ders për mediat. Këj fundit që du lej akuzun për korupcion, tash I moj ke ligjerata. Si që të kallëzën e patëm që tash në bunin... Njën të jenë normalizu çdo të... Po, domethënë ka dençat mas... Nëse të kalunën u distanceshin bili pak. Ka dençat mas sa domethënë I dyshuar për afera korruptive me dal edhe ty me të majtë dërës që shmu bo gazetaria. Me thonë, sepse që kjo nashta është edhe qëllimi. Na e patëm stash në sfundi një reagim për një ullum tim që e patëm
në KEK, Korporatën Energjetike të Kosovës, na i bënën 2 reagime në njëjtën kohë, një për aty, po më bëni përshtypje të reagimi, aty keni paragraf ku dikush aty në korporatë kish marrë mundin me na majt leksion çush mu bë gazetaria. Domethënë imagjino deri ku ka mbrit ky besimi i institucioneve, që unë po them është produkti i kësaj kritikës të vazhdueshme edhe të pabazë që baltose ndaj çdo gjaje që të bëjë mediat. Mën ka ardhur dençat mos sa tash ulet në zyrtar, në institucion, edhe ty pa asnjë ditë përvojë në këtë profesion, ulet edhe shkon një paragraf edhe të marrën thotë qysh gazetaria do të më zhvillu kështu, ti besa ti çet aty do kritere. Ti duhet me kalu në për çdo kritere. Ke po çfarë niveli të papërgjegjësisë kanë rojë institucionet, e që ke po shmend mua se që partia politike megjithatë mundohet me rujt imazhin e partisë anë nëna është këtë e kuptueshme ajo. Është këtë e kuptueshme. Po institucionet, që ato që kemi diskutuar më herët, për shembull, i ke pas skandalet që kemi nxjerr me privatizimet në AKP. Po. AKP është agjencioni pavarur, vëlla. Absolutisht. Edhe ti në reagim aty, ata e konfirmojnë. Po. Njëkohësisht i ka një 2-3 paragrafa që është mediat po spekulojnë anë nëna, ma poshtë po kjo tokë ushit për çikash pare ari. Ndërsa ne nuk shesëm tash që kanë shit ata tjerë me çmime të lira. Para mendoje, domosht i njëjtë institucion. Kjo që është parti politike, ajo është agjencion supozohet me qenë i pavarur. Kanë herë kjo nuk është e pa, si më thon, që kjo jo pas ka shit. Jo si ka shit, se vazhdimisht e bojnë njëjtë. Si kjo tani është një farë frike që kur po dën me shndru edhe institucionin parti. Apo nuk mundesh mi shndru ti ministrit në agjencitë e pavarura në instrumente politike. Ai nuk guxon me përbë propaganda aty. Parti politike nuk paguhet për buxhetin e shtetit. Le të bësh çadona e zëdhënëse i partisë atje. Po ti nuk mundesh njëkohësisht me u pagu prej taksave qytetarëve e me kohë që ka që papërgjegjshëm ti në raport me obligimet që dalin prej pozitës që marrin brenda një institucioni. E unë që to është pak të rrezikshme për shkak se këta janë të ndërtu një qësi papërgjegjësie, që kjo tani edhe vështirëson, edhe pamundson, edhe llogaridhënien, edhe punën e gazetarëve. Për shembull, kemi një 4-5 kërkesa tash që kemi bën me redaktorën për çastin dokumentet publike. Nuk i japin hiç, kalojnë këta fatet, apo den. Një papërgjegjësi totale që ti ka herë krijohet përshtypja a janë të vetëdijshëm këta njerëz që ty punojnë në institucione. Që sot as në kompani private nuk mundesh me pas që kaq, si më thon, pa kufizu me drejta tua, ku ti thus bën me ditë, se megjithatë ka qasje dikush në financat e partive politike, administrata. Krejt ulëmtimet vitin e kaluar me sektorin e energjisë që i kom pas, krejt dokumentat që i kom nxjerr zyrtarisht, krejt dokumentat që i kom nxjerr o dash në kaluar përmes AIP-it. Agjencisë për informim dhe privatësi, edhe aty për një me të bërë me dyshu që edhe bujnë me qëllim, që mi lodhë gazetarë. Se kryesisht, kur shkon të AIP... Edhe kanë mëri, se besëm që shumë pak kena me gazetarë, që po kena durim, si me thome majtë një temë. Na tash gjitha media, për shumë buletini o media me e vogël, edhe tash nuk që i ka kapacitetet me pas aty një jurist në dispozicion që me bu çdo ditë kërkesa, sa aty në pak edhe kërkesat formatit juridik. Ty të obligojnë që ti, domethënë edhe për dokumente shumë të thjeshta, bazike, që do duhet që kanë obligim. Jo më, po do të më bëjnë çdo institucion tash e ka paguhet një zyrtar. Po në vepaq ato. Unë mendoj që të ligji për, po kjo është çështje më shumë e juristë, të ligji për çastën dokumente publike. Mendoj që do duhet pak më kon më jashpër. Me para pa se i parashet do gjoba, po do duhet me para pa edhe gjoba ndaj emrave të përveçëm, duke përfshirë këtu, si më thon, kryeshefin, a drejtorin e institucionin ose bordin e ndërmarrjeve, sepse kur parashet gjoba të forta ndaj tyne, pastaj ata mendojnë 2 herë. Po se tash nuk parashet gjoba bëhet institucioni. Kush e pagun institucioni, pagun parët e taksa paguesi. Po, edhe abuzohet me që drejt edhe i drejtojnë. Është e vërtet kjo që tha që çka kemi pa, unë e kam pa edhe një gjatë tjetër në qeverisën aktuale, është një qeveri shumë e mbyllur ndaj gazetarëve. Do thonë, unë kam raste kur dërgoj pyetje nëpër institucione vetëm sa për ta kryer obligimin, se të edhen që e kemi obligim mi ofru, mi kontaktu, mi avdhon mundësin, se kur s'ja jep mundësin, edhe pse s'të kthejnë përgjigje, po nëse s'ja jep tani thotë s'm ke çu pyetje.
Po s'po kthejmë përgjigje se po din që çka do që të shkruaj shtjajt apo propaganda në nëna ka. Po dhe din që ai s'ta kthe përgjigjen, po tani më shumë pyetjet, po thotë si ke çu pyetje tani kështu. Tash, për mos më jap për mos më udhon që të mundësi krit pyetjet që i dërgojmë në raste të mëdha na nuk marrin përgjigje. Ekziston një mbyllje hermetike. A nuk ka ministri që si ka 4 deri në 5 zyrtar që paguhen me parat buxhetit shtetit që janë për me edhe që kjo aspekt është shumë i rëndësishëm, ti e din që në të kaluarën ka ekzistuar një farë raporti shumë i mirë që i ka shërby transparencës së llogaridhënies i gazetarëve me zyrtarët për informim. Tash i ke militant valla. Jo, unë në fakt tash është shumë i problemi. Jo, unë në pjesën më të madhe nuk i nxjerr zyrtarët për informim. Ata që kanë më të madh vjetër thonë që nuk komunikojnë kurrë këtë pjesa e stafit politik njerëzve. Po, ta zëm ti nëse dërgon pyetje çka më thonë, nëse dërgon aty pyetje për remitencat, që është një temë e lehtë, nuk ka nevojë aty me dhënë aprovimin ministri. Ai përpara i ka kryer këtë punë zyrtari për informim. Domethënë edhe ti e ke marrë në kohë reale, brenda ditës e ke marrë përgjigjen. Ja tash shkon filtrohet edhe atje te partia. Jo, është fatkeqësisht të centralizuar pak çka në për institucione, që kjo çështja e kësaj se ka shumë rëndësi kjo për transparencën, a di pse ka rëndësi, sidomos te çështja e dokumentave. Se ty shpesh të pamundsohen nëse ziki dokumentat e nevojshme, të pamundsohet shpesh edhe hulumtimi. Edhe pastaj ndoshta edhe kur del hulumtimi mundet me pas probleme. Që kjo është të ndiku shumë të ndiku të çështja e transparencës, që çështja e mbylljes me media, që po them ndoshta është në kuadër të kësaj çështjes edhe qeverisë aktuale që e ka ndaj mediave, që qasje kështu ma larguse, ma qasje të mbyllse, domethënë hermetike ndaj mediave që nuk i shërben, mas paku i shërben transparencës. Agan, përveç Kekut i ke hulumtu një pjesë të madhe të këtyne afera ose skandale, sidomos aja me importin. Vitin e kaluar, po. Vitin e kaluar, ku për një me ka herë duket e pabesueshme dhe absurde. Tanë ato shifra. Unë në çdo debat për shkak se përcjelli më te këtë sektori kombëtar shoqëror, kanë herë ndoshta hajmia në sektorin e energjisë elektrike është e barazvleshëm, si më thonë, me këtë hajmin tjetër që e bojnë për komplet agjencionet buxhetore të komunave. Shkak të vlerës të madhe këtu dhe si më thonë, kjo përveç që është zëshme me hulumtu, është kjo bëhet fjalë për një mafi të madhe energjetike që ti nuk e din, ka herë të krijohet përshtypja që kjo mafi ka dorë gjithkon. Unë e kam thënë edhe një ditë këtu që ja ki po do skandale kur i qesëm na, hala sot nuk guxojnë me reagu as partitë opozitare. Edhe ti të njerëz që nuk e dinë thonë që është e mundshme me pas kaq shumë njerëz të blenë ose të paguajnë këta njerëz. Apo vjen. Edhe nuk e kuptojnë që kanë herë për 24 orë me ra një blok i Kosovës A ose Kosovës B, që kjo mundet me kap shifra deri 2 milion, 3 milion euro mrena ditë. Ose nuk është mrena 12 orë ose mrena 24 orë. E pastaj për neve është e ditën se qysh këta njerëz kanë kaq shumë impakt edhe nëpër institucione, edhe nëpër parti politike. Se është një farë heshtje. Se nëse përpara e kemi nxjerrë na do që si skandale, ti e ke pas vetvendosen që ka bën filma, ka ngrit alarmin, që po vjellet shteti, po vjellen këtu, po ndërsa sot nuk shet që si reagimi, apo kuptohen drejt që tu edhe a on ty u vjell vllon që tu për mosa që kaq sa pishomi na edhe për na kallzojnë njerëz neve, apo të se është si me thonë, edhe kur i kemi informata dhe kur i kemi faktet e përmenë ma herët, ka herë lypun verifikim. Si me thonë, ka herë ti nuk i beson as dokumentit, se thu, ka dalë se duhet me shku për te qësaj. Që të sektori energjisë, po hajtë tash konkretisht të importi. Të importi se jemi ka flasin për vlera milionëshe, që e mrin mrena ditës vlera milionëshe shpesh importi, se kur bjen një blok edhe me zavendësu që atë 260 megawatt që të bjen nështë një njësi aty, që ajo mundet me të kushtu, do më thonë
çmimi shpesh po shkon 4-5 fish më shumë se sa që Kesko e blen në kek, që e ka subvencionu me 30 euro. 29 euro. 29.50 euro cent megavatin. Tash, te importi, nga krejt vëzhgimet edhe ulumtimet që i kom bo vitin e kaluar, unë e thash edhe me një debat tjetër, mendoj që çështja e importit të energjisë elektrike është proces korruptiv në Kosovë. 800 milion, për ndryshe mrenëm me pas shifrat zyrtare i publikuar para 2 ditë. Ajo që kemi mundu, që është një sa në rëndësishëm, që kemi mundu me bona në buletin në konë me adresu problematikën në bazë të përgjithësisë që e kanë aktert brenda sektorit. Sepse kur flasim për importin, energjisë elektrike, du të mu ditë kush e bën importin. Në këtë rast Kesko, kompania FSHU-ja, kompania që ka për obligim i furnizu krejt qytetarët e Kosovës me energji elektrike, është Kesko dhe ajo e ka përgjithësinë me bu importin. Po, ma herët e din e ka pas Keku, po tani pa të bu që e marrëveshje që i kaloj. Kur flasim për çështjen e distribucionit edhe investimeve në rrjet, se unë mendoj që edhe kjo është një temë shumë problematike, ka shumë probleme se Zërreja dikun mbi 200 milion euro ja ka pranu si investime kedësit në rrjetin e Kosovës, po në anën tjetër humbjet i ki hala shumë nalta. Domethënë në vitin e kaluar dikun në fakt kanë pas mu investu 300 milion euro. Po ideja e investimeve në rrjet në kupton që ty kanë me tra humbjet. Se për çata edhe në bo investimet. Domethënë që ato me kontratë po ndoket e ka pas që ka me pru në 5%. Po jo, janë të 15% që janë hala. Tash. Po a di ku është një problem tek humbjet. Unë mendoj që njëna pi kostove që përshon mas shumëti, ndër mas shumëti përveç importit, janë humbjet. Kjo s'ki që shumë malë se për shakë. Jo në vlerë, a di tash të tregoj ku është një problem tjetër, një hile që është të humbjet energjisë elektrike. Ka shku të 60 milion. Jo, i ke pas gati 100 milioner, i ke pas vitin e kaluar. I që ngarku për humbjet. Po, vjetore ndohen që shtu, po tani, edhe vitin tjetër bartën nëse kanë shku ma shumë sa. Ajo shkon me planifikim edhe realizim. Domethënë kështu. Tash problemi është që ty të kanë ra si përqindje humbjet. Po vlera po si vlerë tu kanë rrit. Pse? Para 4-5 vjetë o dikon të 35-40 milion euro janë do për humbjet. Këtë si importon për humbjet, energjisë elektrike, humbjet na energjinë për humbje e mblejmë nga importi. Edhe a diku është një problem unë, se një ditë bashkë njonin pyetje tha po masi pas kanë ra këto si përqindje, pse po rritet si vlerë. Humbjet, po për shkak të kostos ose çmimit që e ka marrë të importit, që unë mendoj, si thash më herët, që është proces korruptiv. Dhe tash kjo është i konfirmuar edhe prej një raporti të kostit, që e ka bu në fillim të këtij vitit, pas këtyre ulumtimeve që kemi pas na, ku ka konstatuar që ankandet që e kanë destinacion Kosovën, ankandet për shitblerjen e linjave të transmisionit. Domethënë që ajo bursa që është në Malzi për mi ble linjat e transmisionit, ankandet kanë qenë të manipulume, edhe që ky manipulim ka ardhur prej kompanisë që kjo Kesko e ka përzgjedh si agent për na pru rrymën nga importi me kompani në origjinë nga Serbia, që është këtu në këtë rast Elektroprivreda Serbia. Veç detaj që e ka konstatuar raporti që është shumë i rëndësishëm, në të gjitha rastet kur vitin e kaluar neve na ka shku mbi 200 euro, se deri në 800 na kam rri bartja 1 megavatin, ta në rastet në vitin 2025, kur qeveria del ke thënë nuk kena ble asnjë herë prej kompanisë. Në të gjitha rastet kur çmimi na ka shku mbi 200 euro, çmimi për megavat i bartjes, kjo kompania që e përmenda ka bashkëpunuar me Elektroprivreda Serbia. Çka kemi mundu na gjatë ultimeve. Në këtë rast me po çka kemi mundu xhan me bo ka qenë është me sjell pak edhe perspektivën po thon ballkanike. Se është sektor ti e den, është sektor shumë kompleks edhe i ndërlidhur. Domethënë ti ç'kjo energji që ty të mungon sistem. Ku përplasin interesat më të mëdha, interesa e kështu. Unë nuk jam fort i prirur ndoshta të këta termat kom ka herë kujdes, jo mafia energjetike kështu, po që në një raport ka mafi kështu të madhe të organizuar në Ballkan është mafia energjetike. Një raport që e kom lexuar, nuk më kujtohet kush e ka bërë, i referohet si rrjeti ballkanik i tregtarëve të energjisë. Këta janë si rrjeti ballkanik ku dominon, mas madhe dominon FT-ja që është në pronësi të Vukamovicit, se tash ti e din se na kemi përcjellën të kalumen, FT-ja nuk është zbulimi i sodit.
Ja, Na kemi ble energji elektrike për 3 kompanive, kryesisht me origjinë nga Serbia dhe gjatë 22 dekadave të para. Cilat kanë qenë këtu? Ka qenë Elektroprivreda Serbie, EFT-ja dhe Rudnapi. Rudnapi u konë bili në atë periudhën e mahershme, Rudnapi u konë, si me thë, baba i janë shtyme kokës mafias. Që to e kemi ble se ka njerë, ka qenë ajo pak edhe Çesharaki kur e pam, kur dule ky zyrtari, një zyrtar qeveritar tha kemi ble, tha se i ka marrë dhonat e doganës, tash dhonat e doganës, kur raportohet aty ta qëtë ta zem, ato bën bazë të origjinës të kompanisë për Danimarkës. Po, a di pse, çfarë aty, kur kësi, Danske, që është kompani daneze, ajo për me tregtu në Ballkan e ka obligim më regjistru në tana shtetet. Sakt. Më regjistru. Edhe me marrë licencë për zyrave të regulatorëve. Edhe tash Danske, rrymen që e blen ta zëm mundet me ble tek Stanari, ky termocentrali i EFT-s, që e ka në Bosnë, nëse që aty blen shumë, edhe ta shet ty këtu, po dogana e referon sikur me pas bleti për shkak të origjinës së kompanisë, sikur me pas blen Danimark. Po s'ka sens. Na energjinë e blejmë çtu. Ballkan, kemi ble edhe në kalumen edhe kemi me bletar. Po kjo, qërë pse është mafie energjetike, për shkak se, na e dim, Vuk Hamovici i blen shumicën e kapacitetet prodhuese të termocentrale. Në Bosnë, për shembull, i dominon se Bosnë. Nëse na kemi pa që i ka bo kërdime, miliona që i ka marrë në Kosovë, ku e ka prodhimin që kja? Ka e merë që të energji elektrike. Po, e tash që kjo është... Ka pishmongën, qëtu sikur me thonë, që tash kjo se është pyetje shumë e vandzë. Geni, sikur me thonë jo, Geni është i Kosovës, se është regjistruar në Kosovë. Edhe ka një përfaqësues aty, një zyrtar shqiptar, jo s'është. Geni e ka selin Beograd, pe Beogradit kontraktohet qëtu, rryma vjen prap të cilat do prej kompanive, pjesa ma e madhe e rrymës vjen prej EFT-s Vuk Hamovici. Që pjesa ma komplekse ka njëherë me ditë burimin fundor. Është pjesa ma komplekse është me ditë burimin ka po të vjen energjia elektrike. Se thash, Danske mundet me ble të EFT, ja? Unë e kom qujtë si perde, për shembull, NOA është perde Vuk Hamovicit. Si me thonë, mos me kalu, që me po na, që është EFT-ja qëtu, EFT-ja e kalon të që kjo kompani, që është... Jo, është a diqysh, unë e thash se ta zëm problemi është se është shumë kompleks çështja se këtu ka akter që e te i kalojnë edhe Kosovën. Edhe ti e i varun fatkeqësisht. Pse? Se ta zëm të linjat e transmisionit dominojnë kryesisht kompania EFT-ja dhe Elektroprivreda. Kanë fuqi të madhe financiare, shkojnë i blejnë linjat e transmisionit, a disa rëndësishme kjo, sepse tani ty të kufizon, ti bosh i varun prej ti. Sepse i blen edhe transmetimin ka kemi rrugën edhe pe ku na kemi ble. Edhe rrugën edhe ku me ble. Tash, te kjo... A ke po shpeshherë na që shëgjojna në bursa, që u ka çmimin shumë për toke, a klena të eshe që na kemi ble me 20 fish ose 30 fish ma shtajsa. Sepse mendoj që është proces korruptiv, se unë i kum analizu bursat vitin e kaluar. Na nuk blejmë me çmim bursave. Harroja ato, domethënë se këtu është ato që keq kuptim. Kryesisht i bleja energjisë elektrike në Kosovë, po edhe në Ballkan botë jashtë bursave. Nuk blejnë, sepse kur blejnë në bursë, kur tregtonë në bursë, mundësia me manipulu çmimin është e pamundur. Edhe që të justifikimin e këtyne që na u ka çmimi bursave, duhemi me sqaru. Për shembull bursa, ato që e kam përmend shpesh herë, që nëse veç informata është 2 orë përpara ose 3 orë përpara që po bjen joni për termocentrale, që të në bursë ata njerëz janë, që të kompaninë si me thotë vjen edhe çmimin. Unë e kam pas rast, për shembull kur e kam kshir 2-3 orë përpara, u ka çmimi në bursë, ka pas energji elektrike sa dush, nën kostën çfarë prodhon keku. Momentin si e ke pa që ka rënë joni pe termocentrale, ti e ke pa pe 20-30 euro sa ka çmimi në bursa, ka shkuar 200-300 euro. I bojnë nominimet edhe intraday, brenda ditës. Se mundesh me bëllë edhe brenda ditës nominim me ndryshu, domethënë. Sa ke pa që shka ndryshu, kjo për shkak që tyne, nuk i mo kontrata një vjeqare, për shkak ku ti e blen. E ki e merë këto, se nuk mundesh për shkak se i kanë bleq ta tregtar. Ti nuk mundesh me pas si marrëveshje tilla. Që kjo manej tani është kontratat një vjeqare përmend, edhe që kjo është e rëndësishme me shumë për ekspertëve që kam fol. Ata gjithmonë shtyshin ka që kjo që ma e sigurt është me shku me kontrata një vjeqare. Ma e sigurt është me kontrata një vjeqare. Nuk e di çka mendon ti Xhan, po përpara ka që shtu ke një mesatare çmimit ku ty ta ka qit përpara kur i ulëm. Tash më thëshin u kon në kontratë. Për shembull ke pas pragun edhe tavanin, edhe mrena qësoj na ti e ke ble energjinë elektrike. Sot ti ki veç kontrata që bën vjetore, që aplikon, jon
memorandume se di çka i quajnë ato, Po. që ti mundesh me tregtu me çat kompani. Po. Po ti çmimet që ti nuk i ki. Po. Çmimet ti jep ai në bazë bursës ose bazat ditore. Po dhe baza ditore edhe është edhe po se bëhet ad hoc. Po. Ty të mungon çaj energji, ta zëm çush bëhet se ju mundu me kuptu dhe çush bëhet që çush e blen kes ka energjinë elektrike nga importi, ta zëm kur sidomos të rënja pa parashikuara e blloqeve. Se këto tash në mas të madhe, jo në mas të madhe, po çështja e importit është për shkak të mungesës prodhimit të kekut, kapaciteteve dhe rënjes pa parashikuar të blloqeve. Edhe tash në momentin kur bjen një blok, po themi që një njësi që 300 MW ti i ki minos, për çati momenti që bjen bloku, kesko si duhet me këqyr me gjetë energji për me e kompenzu, për shkak se ti që funksionon kjo energjia ty nuk nalet, ti e merr, po problemi jo që çaj 300, jo m'fal, çaj 300 MW ti e ka tërheq për rrjetit interkonektiv evropian. Është pak a shumë i bën sikur me e vjedh çat energji, edhe pastaj ajo është devijim, as nuk guxon me marr. Edhe plusi është keq. Domethënë ti ajo është devijim. Edhe ti merr gjoba tani pe inceis. Pas denu 2-3 milion euro ndërnu. Edhe tash këtyne për fat na i kemi çto rezervat, rezerven sekundare dhe rezerva kjo manuale që është që e kemi me shqipni me keshin shqip për balancim. Ajo është deri në 4 orë. Po. Deri në 4 orë. Është kjo rezerva e parë që është më duket nëse nuk gaboj është 50 MW. Ata me hidro e kanë mundësinë shumë atë lehtë me prodhu dhe me shumë. Edhe rezerva manuale. Ti sonesh me nal. Po, rezerva manuale nëse nuk gaboj është deri në 190 MW që e kemi me shqipni deri në 4 orë. Po veç deri në 4 orë është. Tash kesko i ka 4 orë në dispozicion që me gjetë qëtë minus, po, që me ble qëtë minus nga importi. Tash imagjinoje ti për 4 orë, normalisht që ka tregtar aty, që e shfrytëzon këtë situatë. Se ty të që jenë zërë. Edhe çmimet që ti, çmimin që ta jep, kuptohet që ka me qenë çmim shumë i lartë edhe për sta që e përmendëm më herët ka raste kur 2-3 milion ditë na shkon importi. Që veç një statistikë të shku. Sa ke po absurditetet sa shesëm rrë. Ka herë të ki me imi këshyrë të raportet, na shesëm me 8 euro, 9 euro, pëllim të rrymës prej kekut. A dim pësa shumë i rëndësishme mu analizu importi, se unë mendoj që arsyeja pse na u ka rrit, pse po na shtajtohen tarifat, është normalisht është importi, çmimi i lartë me cilin kemi ble. 80% faktori kryesor që nuk u ka i rëndësishëm është rrëmjet e blloqeve termocentrale të kekut. I kalon pa investime. 80% e din të konsumit të mbulojmë prej termocentraleve. Jem ka flas me vjetore. Po, domethënë, 80% të konsumit. Sa më thon 5-7% i ki e mbulojnë berret. Po. Energjia ripërtretshme, dikon 15% ti e ki import. Nëse prodhohet sipas parashikimeve termocentrale. Po dhe nëse prodhohet, po e marr si mesatare se që tu sillet raportet që i kom lexuar. Imagjino tash, ka raste kur ky 15% i importit kushton më shtrejt se 80% që e blejmë, domethënë kesko e blejmë për kekut me 30 euro megavatin. Për sta shumë i rëndësishëm importi edhe mu analizu, po edhe është i rëndësishëm që ato që na e kemi thonë, është i rëndësishme mbikëqyrja e zyrës, mbikëqyrja e zyrës së rregullatorit të energjisë. Amos edhe sa e rëndësishme është planifikimi. Mirë planifikimi i kësajna. Kur ti kemi qu remont kapital. Kur ti i ki në prodhim këto. Domethënë qëtu planifikimi është shumë i rëndësishëm në segmentin e prodhimit të energjisë elektrike. Jo i rëndësishëm, po. Qore, unë e kom ngrit dilemën të herët, edhe e kom thonë në 2-3 debate tjera. Ka vend për me fillu hetim, se unë e menoj që nuk ka transish të pa qëllimshme krejt të rrëmjet e blloqeve. Për shembull, ka pas momente ku ti bashkë qatë ditë kur e ke pa që ka shku çmimi deri në 600 euro megavati, qatë ditë të ka ra bloku. Ose ku ti ke pas që ka pas në koordinim, a? Po jo, nëse merr veç periudhat para prak. Një analizu. Domethënë 2018-2019 rrëmje të pa parashikume ose rrëmje të dhënshme të njësive prodhuese të kekut, ti ke pas 4-5. Po. Qysh është e mundshme me një viti me të ra deri në 30 herë? Qysh është e mundshme me të ra bashkë në kohën e pikut, qysh është e mundshme me të ra bashkë atëherë kur po është në kulmin e
çmimit energjie elektrike. Po. Domethënë tash, Mund pa tregu. Qëtu, unë menoj që është Ka këtu bazë për dyshim. ka bazë për dyshim, për shkak se qëtu luajnë milionat maj. E ti e den që me bën një devim të vogël ose një pagojdësie vogël, mu detyru mu nal termocentrali, këtu tani hinë edhe interesa tjera. Se hin ti e din me kerozinë edhe me naftë, shkojnë edhe një 70.000 euro tjera, manej që përfitojnë do kompani tjera për mundez termocentrale, riparime, gjanat tjera. Ama këtu jemi të folë për vlera multimilionshë, që ti nëse nuk i ki njerëz profesionista, të përgjegjshëm, e besa që nuk i mbikëqyr mirë, që tu mundën me pas abuzime të mëdha, të cilat mund me ka të qëllimshme e që vinë tani me ndikimin e qësaj mafias energjetike që qarkullon milionat më të majtë se sa në kejtë sektorit tjerë. Adin, vish shkurt ta dhe po dal pak të remontet se kom diçka që ka me thonë. Që kjo, unë që ka e kumpani sa në dyshim të kërë kom analizu se ka në bursën, që është e këtyne kapaciteteve ndërkufitare, që linja të transmisionit, edhe aty e shishë ti import, se kryesisht neve importin na vjen për malit zi. Edhe që kjo konë pak konë bazë për dyshim, pse ka qenë e koncentruar veç përmes malit zi. Edhe ti ke pa aty në momente të caktuara që ti je kon të importu për 6 shtator, sa ka shku 2 milion euro. Po, domethënë ke qenë dikon deri 250 megawatt për orë ki veç ka mali zi, domethënë ti ke importu energji elektrike. Ka qenë pak bazë për dyshim sepse ka njerë është shumë problematike ti me koordinu den qatë mas, që ty energjia me tarë veç, si me thonë, primari. Kon veç ajo linë lirë, ku mund me marrë veç ato. Veç ajo linë lirë, pa pas një koordinim këtu mes tregtarëve, mes kompanisë të furnizimit, tregtarëve që i kanë qato linjat e transmisionit, pa pas një koordinim është pak problematike. Nuk kam fakte dhe nuk kam arrit krejt me e verifiku. Po, mu këthyt ashtë të remontet pak. A diku është një problem këto. Ta zëm, qëto remontet që ka buhen, që kanë fillu që 2-3 vjetë, din ma mirë, është çështja e filtrave, është çështja e filtrave, po edhe turbina. Me 3-4 vjetë vënesë. Edhe turbina. Mu që kjo më ka bu pak, ka qenë e dyshim pse ka pas vënesë. Domethënë dikun 4-5 vjetë, pa vënesa, ke ku që mi fillu që to investime. Që kje ka dyfishu edhe vlerën që ka e paraporën 2020-ën ka pas edhe tjetra një dyshim që mu ka thonë edhe prej njerëzve brenda kekut që pse o shtrin 4 vjetë. Se çështja e një investimeve, se kjo është çështja e këtu është shtrime në 4 vjetë. Domethënë deri në nëse zgabojnë 2028, kthehet kjo, kthehet ajo, domethënë tani ka qenë edhe një investim që u bë për delatimin që quhet delatimin e Kaldajës. Në fillim që e ka vënë pak procesi. Problemi tjetër është tani që po i nalin 2 herë për ditën. Mu ka thonë që kjo ka pas çështja e investimeve në Kosovën B. Ka pas më ushtrin 2 vjet. Po ushtrin 4 vjet edhe që lidhet pak edhe me të investimin që u bë për delatimin e Kaldajës, që kjo ka dalë si investimi pa parashikuar. Tash, 2 vjet janë shumë dhaja, ti e din, të remontet. Për shkak se jemi ka flasë për sa sasi të diçfarë sasia, diçfarë importi ti aktualisht, çfarë sasi të madhe importi tu ekspozu, për shkak se një njësi e Kosovës B është në remont të gjatë, 7-8 mujor. Dje, patëm një shkrim 170 milion euro importi patëm veç për janarit dhe ishte. Po se je domethënë je në remont, është një njësi e Kosovës, pastaj aja e din, aja 3 njësi janë funksionale, po një herë funksionon, bin shpesh, domethënë nuk ka qëndrueshmëri. Edhe kapacitet më të vogla. Po, kapacitet më të vogla dhe nuk ka fort qëndrueshmëri, domethënë te Kosova. Unë mendoj se planifikimi i remonteve ka bazë për dyshim. Edhe shtrirja pse po ta merr që kanë zgjat afatin e kësaj? Qëre tash për me importu më shumë. Na jemi të e këqyr pak si proces, si proces, por mu ka duk pak 4 vjet shumë me shtri qëtë proces. Qytetshme vekesa kjo, 6 muaj në ka të planifikuar në njëri 6 tjetër. Po, në kek mu ka thonë që, jo zyrtarisht mu ka thonë që ka qenë ideja që ka qenë 2 vjet me zgjatë që ky proces. Po hajde që filloj. Po të 2 vjet, po brana këtyre 2 vjeteve që ka 6 muaj do të më kanë të nalni, jo një vit komplet. Po, këtu ki... Po mos më nal dimnit,
Po se cëlla me unal në zonën e verës, që atër me tash se edhe kjo është mirë. Edhe ndrimi elektrofiltrave dhe njëtën kohë me u bë mirë, absolutisht mirë që po bëhen investimet. remontet kapitale. Mirë që po bëhen investimet në termocentralet ekzistuese, po edhe Nissan duhet me thonë që nuk bën me pas në edhe pritet mëdhaja që fakti që po këto investimet termocentrale ekzistuese kanë një të mirë për shkak se e rrisin një gjatësinë e termocentraleve. Po si kapacitet, si energji, nuk ka shikime vrejt ndaj diferencë të madhe. Domethënë mund të jetë që domethënë 30 megawatt. Remonti kapitali shton ndikon deri në 30. Po dhe 30 megawatt. Për vitet e parë. Nuk e dia ki planifiku, po është si diskutim problemi të na është mungesa e kapaciteteve të reja. Po dhe, se të ka rritë konsumi, njëkohësisht e kemi edhe mungesa e vizionit, sidomos për Kosovën A. Nuk ka, nëse këshyr strategjinë aktuale të energjisë, nuk ka vizion qartë që kime bu me Kosovën A. Sa është i rëndësishëm, për shkak se ti i ki 5 njësi tas, 2 janë jo funksionale, edhem, nuk funksionojnë, i ki 3 njësi tas. Po ideja është që me qëtë konsum vjetor, që pritet më të trefishun 2031, krahasim me vitin 2000. Domethënë na kemi shku, konsumi vjetor na ka rri afër 7000 gigawatt-orë konsumi vjetor. A disa kemi pas 2000-ën, e kemi pas 3000. Imagjinoje. Konsumin vjetor. Jo 3000 gigawatt-orë, jam thënë konsumin vjetor. Po, vjetorin, po. 2026, më falë se thash 2027. 2026 na kam rri rreth 7000 gigawatt-orë konsum vjetor, jam ka flas. 2031 pritet me shku të rreth 8000. Tash ty po ka me të trefishu dhe në 2031 konsumin, në raport me vitin 2000, i ki kapacitetet njëta gjeneruese, plus me rënjet kapacitetit, se ato edhe në amortizu për këtë kohë. Tash, që kjo, une që to e shonë një problem, se po shijet që edhe strategjia nuk ka që ka naj në horizont që shijet që ka mu bënaj. Nuk ka strategjia, nuk ka që do më thonë ka naj vizion që me bu një kapacitet të ri, po thome të burimi primar, të qëmyri, po spaku që ka kumpritu kon me pas një vizion të Kosova A. Ti e din, e ki atë studimin e Bill Fingerit, kompani Gjermane në 2015 që e pa të bo, nuk është që zëna atër e pa të ma na shkalu kështu krejt si media, po nuk është studim, ai ko gjatë studim serioz. Ai është studim serioz, po spaku si studim. Jo, po do të më kthyn po si studim. Spaku si studim. Po duhet me u kthyn kohë, na atëherë kemi hub shansën më të mirë për shkak se ti nuk e ke pas këto kufizime që i ki sot për ndërtimin e kapacitetet të reja energjetike me pas edhe për krahun e bankës botërore. Bankës botërore, jo, ti e ki për institucioneve 2003-2004 nuk ka procesi i parë atëherë Kosova C. Po më do këtë kërëquke, 1000 plus 1000. 1000 plus 1000, Ti ke pas atëherë në kohë dikon një 7 kompania, 10 kompani gjiganta më të majnë në botë. Kanë ardhur dhe kanë përshprej interesant. Unë shumë, me që nuk ka vizion për një kapacitet të ri, spaku pritjet jënë konë që të Kosova A, ta zëm të Bill Fingeri, vitë shkurt, ata e patën para pa që me rindërtu për i fillimit 4 njësi. 4 bloqe, po dhe planin financiare kanë pas shumë interesant, shumë të letë, që nuk e kishë rëndu shumë bugjetin e Kosovës, se kanë pas mënyrë kështu bot njësia e parë, rindërtohet, pastaj hynë në funksion, edhe tani kjo njësi tani e pagun tjetrën. Do më thonë, ka qenë shtrime, ka qenë kështu. Tash, ata kanë pas rindërtimin e 4 njësive që kishë me mëri dhejnë 850 megawatt kapacitet vetëm aja, me qëto 4 njësi. A ti qa konë për shamu që më pa të bëmë për shtypje tash më kujtohet, një për ide më të mira u konë e Kekut në bashk punim me Keshin e Shqipnisë. Po? U konë një ide që është pas hartuar atëherë prej menaxhmentit të Kekut, që me hyjë në bashk financim Keshi dhe Keku. Po? Për? Ndërtu hidrocentrala? Jo, termocentrale me kapacitetet të vogla, se me thonë për me150 hidrocentrale, po. Termocentrale. So konë edhe një ide për një hidrocentral me Shqipni, nuk konë me ndërtu në të fjerës atje. Jo, termocentrale me ndërtu me bashkë financim të 2 qeverive edhe 2 korporata. Që si me thonë çdo 2 vjet, 3 vjet, ti ndërton kapacitetet vogla që i ki edhe ma letë menaxhueshme. Se 150 megawatt i mundesh me nalë, me funksionalizu edhe me balancu që tregun me hidro që e ki me Shqipnin. Që kjo për shkakun u konë
ideja ma e mirë që mund atë sa kom përcjellë sa Cillin vit u kon kjo? nashta u kon para një 10 vjetë. Okej. Që kjo u kon propozim që i ka shku 2 qeverive, që mujna me hy, si me thonë, korporatan me investu ka 50 milion në vjetë, qeverit ka 50 milion në vjetë, edhe dikon sa ka kushtu atëherë në kontet e 150 që 200 milion që një njësi e re gjeneruse, si me thonë, ka mujt Kosova me ndërtu 2-3 tilla që ti i ki shumë letë. Në një situatë ku ti dënë mos minol kapacitetet produse për të njillit e furnizon edhe Shqipërinë, në kohërat kur ka ujra të bollshëm Shqipëri ti nxjerr prej prodhimit të knena, edhe Kosova dhe Shqipënia kishin pas. Që kjo pikë shumë e rëndësishme të zënë, se besoj e din që Kosova e ka pas një koxha një farë bashkëpunimi të mirë me Shqipërinë. Kjo ka shumë ka ndarë kanë për shtetë, kur nuk e di pse. Jo, konë edhe një farë marrëveshje memorandum mirëkuptimi. Mirëkuptimi e vetmja që e kom përmend çdo herë që ka funksionuar mas mirë. Nëse ka bëjë në kohën e Luigjit, sa ka qenë drejtor, ka funksionuar. Kur ka funksionuar? Kjo ka funksionuar në kohën e Arben Gjukës prej po edhe në kohën e Arben Gjuka ka funksionuar. Bile, një prej kontratave aty e kom pas që më pa dok që di marrëveshje vllazërore bashkëpunimi. Çështo kanë. Edhe bile krejt ekspert që kom folur me këta gjeneratës vjetër. Kjo pata edhe një intervistë me Lazar Krasniqin. Krejt ekspert me gjeneratës vjetër, krejt ma potencojnë të njëjtën. Gjatë thonë që Kosova ka funksionuar tepër mirë dikon për 15 vjet. Për kësaj gjendje në energjetik, Kosova vetëm në mundësi e ka bashkëpunimin me Shqipërinë. Për një me, duke qenë ti në qëtë duke pas... Edhe në menaj... Do mënë bashkëpunimi në Shqipërinë. Edhe e din që ai bashkëpunimi ka qenë megawatt për megawatt. Edhe e këtë rast, Kosova... Na verës, kur ata kanë pas mungesë rreshjeve dhe të prurjeve të ujë, që ata kanë me hidro. Kur çmimi është shumë ai lirë, anë fakt na e kena marrë kur çmimi ka kushtuar 10 fesh. Po, ka qenë megawatt për megawatt. Po, ama më e favorshme ka për Kosovën. Për Kosovën, se dimnit, domethënë kur ata. Domethënë që tash çito 800 milion. Na e zonë marr ne me shkëmbim. Imagjinoj, edhe kom thënë edhe pyetjen kë, kom thonë pse nuk ka vazhdon. Ama kjo kontinu deri në nivelet edhe kur me shku në remont blloqet me Shqipërinë. Domethënë për një me ka funksionuar si një korporat kështu e përbashkët. Tjetra ku ta zëm te kur jemi te bashkëpunimi Kosovë-Shqipëri. A di pse u prish kjo marrëveshje? A di pse u prish? Edhe unë mendoj që unë kom pyetje për me kuptu. Jo, me plot kompetenca po ta them, që tu ka dorë mafia energjetike. Prishja një marrëveshje të tillë, ku ti nuk shkemben, ku ti nuk ki rezerva që krijon gjatë verës. Për me, si me thonë, me depozitu në Shqipëni e me amar dimnit, atëherë kërsasin qëta milionat dimnit, ku te pagun shmimin dhe në 600 tregtarëve të mëdhaj, 100%. Që... Dhe këta e në kanë gjene me pagu miliona, për me prishqit marrëveshje që ka funksionu jashtëzakonisht mirë, e që unë e kom potencu në tana herë që kom e marrëveshja vetme, që ka funksionu mrana zavë qysh duhet me, ose qysh e kemi qef na, me funksionu mes dy shtete vllazërore. Edhe ndoshta njëna pi zgjidhjeve më të mira në situatën që jemi, që mi menaxhu dimnit që të konsumin që na shkon shumë nalt, ka qenë që kjo marrëveshje. Po, tash. Që veç edhe një detaj, që kjo ty t'ka pështu edhe prej këtyne rasteve se ti e din. Nëse nuk e ki të planifikune 24 orë, 48 orë për para, çmimi paguhet 10 fesh ma shtrejt. Që to ta ka balansu gjithherë Shqipënia. Nëse ty t'ka ra bloku, dhe ti ke pas në minune, që to zërë me gjithë. Rrym e tani aq ma tepër që nuk len... Po, alo sot dhe kemi me Shqipëni, që to me balancim, po përna kushton shumë shtrejt. Tash edhe informata që më kanë thonë edhe prej njerëzve në sektor që qëto për balancim, dikun i kemi 40 milion euro që ngarkon tarifa për balancim, qëto që i kemi me keshin. Bile mu ka thonë që si kur me pari mi të pagu shumë shtrejt. Edhe pse energjia për balancim kushton. Kushton, sa është energji që duhet aty për aty, dhe ti, problemi është që ti nashta qatë energji që, se kjo është ti e zoton, që është ti e depoziton atë energji, ta zëm që e ka, ta zëm kosti me ose... Ata ka një të mirë që në gjendje që ti 40 milion shën ki me pagu edhe nëse hiç se shfryzon energjin, nashta kur s'bjen bloku, po ti dosh me e pas në dispozicion, ti e pagun kostën veç për me pas në dispozicion, për shkak se, të devijimet, që kjo është shumë problemi madh që e ka Kosova, devijimet. Ama devijimet i ka Kosova, po Shqipënia nuk ka shumë... Jo, se adim pse, se hidrocentrale fleksibilitet më madh.
Atë termocentrale nuk mundesh minal, se do të minal komplet një blok, 230 që kjo një problem, megawatt. se e kishte thonë shumë mirë një ekspert, s'më kujtohet ai, më tha na edhe me ndërtu termocentral, mi rrit kapacitetet, prap ki me pas problem se nuk e ki qatë miksin energetik që pi thojnë, që ti me pas aty një hidrocentral në dispozicion ku ti e balancon. Edhe ato e dhejnë shpejt, ose një central me gaz, që këtë çështja e gazit, edhe centralet me gaz ishin shumë të mira për balancim. Domethënë e mrin nivelin e kapacitetit shumë lehtë edhe lëshohen brenda 15 minutave. Domethënë që kjo një problem. Bile unë mendoj që kjo kostoja për balancë shërbime ndihmë se quhet, për balancim. Që kjo kosto me që të rritim çka rritet, ka më shku ndoshta o ka donë më shku edhe tek me të i kalu dhe humbjet e energjisë elektrike në rrjet. Se problemi jo që të marrëveshje që e kem aktualisht me Shqipërinë, se ti blen vish në Shqipëri. Edhe ata e din tash që ti je në zor. Edhe ta japin një çmim të pafavorshëm. Se nuk ka bashkëpunim të mirë me Shqipërinë në energjetik në vitet e fundit, fatkeqësisht. Gan, kemi shku për mi një orë. Në fund do të më thonë që ke qëto shka i folëm deri qëtash. Ke qëto dollavere, ke qëto kosto, ke qëto devijime, ke qëto kesh planifikime. Ta na morë në fund vitin tjetër, ke qëto dollavere shka bëhen si vjetë, vitin tjetër i faturohen qytetarëve në faturat e energjisë elektrike. Vitin çdo vit. Çdo vit. Këtë vit jena të e pagu çmimin çka u vjell në atë vitin paraprak. Edhe kështu me radhë. Po, e thash edhe dikund që se gjithçka pse është e rëndësishme me kërku qit llogari nga kretë institucionet, edhe regulatori kështu, është për shkak se gjithçka paguën konsumatori. Me kërku llogari edhe te qeveria. Me qellë diçka. Qëto çaq është ju ndërtu në mirë çta mekanizmat shtetit, so thuaj se është e pamundshme me vjedh, edhe më bon keq të dollavere nëse kupolla nuk ka prej zyrës kryeministrit, e te zërreja, e te keci, e te keku, e te kosti, e te kej. E pa mundshme, për shkak se ti e din ministria që e mbikëqyr, edhe une për shta menaj që qëto nuk mundet me ka, nuk mundet me ndodh keq që këtë dam, nuk mundet me ka, më na faktoru neve qëto 800 milion euro, nëse qëto nuk ka gisht komplet zinxhiri e sektorit të energjisë elektrike. Po, qërë tash këtu e mira është që se e thash qëllimisht për shkak se po ka një farë tendence, si me thonë jo pushteti shtu, nuk ka faj, jo e ka faj. Se pa ka bekimi i tyre, asnjë që të tjera nuk guxojnë me ndodh. Na e folëm ajo. Ose kundërta, nëse kishin ndodhur, ish dash me lyp llogari edhe mi po na çdo 3-4 muaj, 5-6 muaj, ti u sharku menaxhmentet. Muçam ka buzën për shtypje është mungesa e reagimit. Se në fundit edhe të regulatori, kjo qeveria aktuale, ata i zgjedhin edhe njerëzit në çata që janë në bord të zërrejës. Edhe në bord kekut, edhe në bord të kosit, edhe kejtikin në... Edhe çata tani kur vendosin që ato pozita kanë përgjegjësinë me nkqyr çdo sene. Muçam ka bu për shtypje. Po dhe kanë përgjegjësinë edhe me kontrollu edhe me mbikëqyr edhe kecin edhe keskën. Po, pikërisht. Pavarësisht që ato janë privat. Po, çam ka bu për shtypje është një mungesë totale e reagimit. Në nivelin institucional, po edhe ma nalt në nivelin qeveritar. Ka ndalë krejt qëto probleme, qëto skandale vitin e kalum, ti i ki zyrtar qeveritar që dalin edhe folin, e përmend edhe një ditë tjetër, folin për qysh konsumatorët, për shpenzojnë rrymen, mirë të parësyshme. Do më thonë, qëfar ironia, ti e ki këtu, ti e ki tash edhe me raport të kostit, që ty është ka ta manipulon, ta ka qu den 800 euro një kompani në përnësi të shtetit serb, den 800 euro ta ka qu veç bartin në megavatit, nuk flet kurkush. Po ti njerën kësht kësaj partije politike, ambasadorin Martin Berishaj, e bardha në zez me faktet të ka dalë që është njerë kryesori lidhë me qëtë mafie energetike, që ta financon vetëvendosin. Do më kështu, mu s'po mduket e çuditshme. E mira është që edhe për rastin pse këta nuk po reagojnë pse nuk i sharkojnë. Për rastin e vitit e kaluar mira është që ka nisë hetime për prokurisë speciale edhe do të mi prit rezultatet e hetimeve, sepse vërtet ka vend për dyshime edhe krejt çto që kanë dalë, se prapë e them, është konsumatorët e rrymës këtë sektor i paguajnë koston edhe dështimeve të institucioneve.
që kjo është që to do të më pas parasysh gjithë. Domethënë na e paguajmë edhe dështimet e tyre. Edhe ata nuk dalin me thonë që kemi dështu. Domethënë këto Të falenderoj shumë, po me që të rritëm që shmetëm na veç një dy tema në pak me diskutu. unë mendova që ka kalu veç gjysor, ai Të bëjna një seri podcaste, kështu që se na kanë mbet shumë tema të rëndësishme që në fakt i planifiku me diskutu. Financimi, media, që ky problemet tjera me të cilat ballafaqohemi. Falenderoj shumë. Faleminderit zën për ftesën.